Në emër të Shkollës së Mesme Ekonomike, ju urojmë gjithë punëtorëve shëndet, sukses dhe mirënjohje për kontributin tuaj të palodhshëm në zhvillimin e shoqërisë. Le të jetë kjo ditë një simbol i dinjitetit dhe përkushtimit tuaj në çdo fushë të jetës dhe punës. Sot, më 1 maj, jemi mbledhur për të nderuar një nga vlerat më të larta që mbështet jetën dhe zhvillimin e shoqërisë sonë, punën. 1 maj nuk është vetëm një fest, është një kujtesë e fuqishme e historisë së gjatë të përpjekjeve të drejtave të punëtorëve. Në këtë ditë nderojmë dhe falenderojmë çdo profesion. Gjykatësi nuk gjikon vetëm me drejtësi, por me maturim dhe me ndjenje njerëzore për një botë më të drejtë. Faleminderit gjyqtar që gëzoni të sillni të vërtetat në dritë. Ndjehem mirë me profesionin tim kur shoh suksesin e nxënësve në jetën e tyre duke aplikuar atë që mësuan. Faleminderit mësues që formon mendjet dhe shpresat tona. Ndjehem mirë me profesionin tim kur ndihmoj dikë të gjej paqe me veten. Faleminderit psikologëve që na ndihmojnë të kuptojmë veten dhe të shërohemi nga brenda. Mbështetja juaj është një dritë në ditët tona më të errta. Ndjehem mirë me profesionin tim. Kur bizneset marrin një vendim të zgjuar, më jep një ndjenjë të madhe për mbushje. Faleminderit kontabilistë që na ndihmoni të marrim vendime të sigurta. Ndjehem mirë kur arrit të shpëtoj një jetë dhe shoh buzëqeshjen e pacientëve kur dalin të shëndosh nga spitali. Kur një dorë e mbajtur fort jep forcë dhe ngushëllim në momentet më të vështira. Faleminderit mjek që kujdesesh për jetën tonë çdo ditë. Ndjehem mirë me profesionin tim, kur arrin të prekësh ndjenjat e njerëzve përmes veprës tënde. Faleminderit piktor, çdo brush, çdo ngjyrë dhe çdo vepër që krijon sjell emocione të thella dhe frymëzim për të gjithë ne. Të jesh zëri publiku, të jesh dëshmitari i historive reale për të folur në emër të atyre që nuk dëgjohen. Faleminderit gazetar që gëzoni të sillni të vërtetën në dritë. Jam krenar me punën time kur përfundoj një projekt në kohë të parapa. Respekt për çdo punëtor në ndërtimi. Ju ngrini qytetet tona. Në çdo alarm, në çdo thirrje ndihme, vrapojmë drejt rrezikut jo për jetën tonë, por për të shpëtuar jetën e të tjerëve. Faleminderit zjarr fiks që rrezikon jetën tënde për jetën tonë. Ne si policë kemi detyrë dhe obligim të ruajmë sigurinë e çdo qytetari dhe të krijojmë një mjedes të sigurt për të gjithë. Faleminderit policë që na mbron edhe në orët më të vona. Ata që ruajnë pazë shpeshherë janë arsye pse ne jetojmë në qetësi. Faleminderit punonjësve të sigurimit që kujdesen për sigurinë tonë me përkushtim dhe vëmendje, shpeshherë pa vënë re mirënjohje për qetësinë që na ofroni. Kur mjedisi i pastër krijon hapësirë për mirëqenie. Kopshtari i dashur, puna jote mban ambientet tona të pastra dhe të shëndetshme. Çdo letër në dorën e posjerit, mbart një ndjenjë, një histori, një pritje. Faleminderit posjer pavarësisht motit apo vështirësive që e bëjnë çdo ditë më të lidhur dhe më të afërt. Faleminderit për përkushtimin tuaj.
Në çdo rrugë që zgjedhim dhe në çdo profesion që ushtrojmë, ekziston një moment i veçantë, një çast i pastër dhe i fuqishëm, ku shpirti dhe puna jonë bëhen një. Gëzuar një maj, nder dhe respekt për punën dhe punëtorinë. Faleminderit.